Horoskopi ditor e Mërkur 30 prill 2025. Dashi. Do të keni divergjenca dhe mos përputhje mendimesh me partnerin tuaj gjatë kësaj dite. Kjo mund të prish gjithë atë që kishit krijuar deri më sot dhe harmonia do të zbehet. Kujdes, mos merrni asnjë vendim të rëndësishëm. Beqarët duhet të bëjnë edhe pak durim për të gjetur personin që kërkojnë. Sot do të keni vetëm flirte. Faturat që keni për të paguar do të jenë pambarim dhe financat do të kenë rënje. Demi. Hëna do të sjellë ndryshime mjaft pozitive në jetën tuaj në çift. Ata që kanë patur probleme do të kenë mundësi të zgjidhin dhe do të jenë më të qetë. Kushtojini më tepër kohë atij që dashuroni. Për ata që janë ende beqar, i njëjti planet mund të bëjë një dhuratë mjaft të këndshme. Kujdes nga këshillat jo të mira që mund t'ju jepe në planin financiar. Është më mirë që sot të dëgjoni veten tuaj. Binjakët. Influenca e yjeve do të jetë mjaft pozitive për jetën në çift. Do të jeni më të hapur dhe komunikues dhe kjo sigurisht që do e largoj edhe rutinën. A do të ketë takime për beqarët? Sigurisht që po, por ju fillimisht duhet të qartësoni me veten se çfarë doni vërtet. Kujdes me personat që nuk janë të lirë. Energjia dhe këmbgulja do t'ju ndihmojnë që të vendosni ekuilibër në planin financiar. Gaforia. Fal mjedisit shumë të mirë yjor, problemet e komunikimit që kishin lindur mes jush dhe partnerit do të shuhen. Do të jeni shumë të kujdesshëm dhe do të përkujdeseni më tepër për të. Beqarët ka shumë mundësi të bëjnë një takim të veçantë, por që me shumë gjasa nuk do të jetë afatgjatë. Me yjet në anën tuaj do të mund të përmirësoni financat dhe do të bëni edhe blerje më tepër. Luani. Me atë që dashuroni, ju do të jeni entuziast dhe të lumtur. Të dy së bashku do të filloni të projektoni të ardhmen dhe nuk do të hidhni asnjë hap pa marrë mendimin e tjetrit. Beqarët mund të kenë veç se aventura. Gjithsesi, këto do t'ju bëjnë të ndihen mjaft mirë. Ditë mjaft e favorshme për të reflektuar më mirë dhe për të bërë riorganizim të financave. Çdo gjë do të vendoset në ekuilibër. Virgjëresha. Pjesa më e madhe e virgjëreshave do të kenë një jetë sentimentale të animuar dhe pa probleme. Edhe nëse keni patur debate kohët e fundit, pasioni do të mbulojë gjithçka. Shfrytëzojeni ditën deri në maksimum. Jo të gjithë beqarët do të kenë takime interesante, kështu që bëjni syt katër dhe mos u verboni. Fal planeteve, nuk do të ndesheni me probleme në planin financiar dhe kjo nuk do të thotë që të rrisni shpenzimet. Peshorja. Së bashku me partnerin tuaj do të lundroni në detin e dashurisë, ashtu si peshku në ujë. Gjithçka do të shkojë ashtu si e kishit menduar, kështu që mos u shqetësoni për asgjë. Yjet do të bekojnë beqarët dhe ata do të njihen me persona mjaft interesant, përfitoni. Planetët do të jenë thik me dy presa në planin financiar. Ulni sa të mundni shpenzimet dhe flisni me të afërmit që t'ju mbështesin. Akrepi. Do të kaloni një ditë të pasur me emocione dhe ndjenja. Nuk do të mendoni fare se çfarë thon të tjerët dhe do të bëni gjithçka që ju thot zemra juaj. Beqarët ka shumë gjasa të bien në dashuri me shikim të parë. Mos keni frikë të krijoni lidhje, sepse do të ndiheni mjaft mirë dhe nuk është e thënë që liria do të mbarojë. Kujdes me operacionet financiare shumë të rrezikshme. Tregohuni më të matur. Shigjetari. Atmosfera do të qetësohet për çiftet, por gjithsesi kujdes nga yjet, të cilët do t'ju bëjnë më kokfort dhe do të shtojnë anktin. Beqarët duhet të pyesin fillimisht veten nëse janë gati apo jo për lidhje të re, që të fillojnë më pas edhe kërkimet. Dita do të jetë mbushur me mundësi. Do organizoni më mirë buxhetin tuaj sot dhe shpenzimet do t'i bëni të mirë menduara. Bravo për kujdesin që tregoni. Bricjapi. Mos e lini lidhjen tuaj të destabilizohet vetëm nga fjalët që do të thonë të tjerët. Ata ju kanë zili, kështu që mos bini në kurthin e tyre. Beqarët do të kenë shumë takime, por vetëm njëri do t'i bëjë të dridhen. Mos keni frikë të ëndërroni sepse ëndrat për njerëzit janë. Në planin financiar nuk do të keni mundësi të bëni investime, sepse më parë ju duhet të bëni një riorganizim të buxhetit.
ujori. Fal dinamizmit që do t'ju japin planetët çifteve, ata do të kalojnë një mrekulli. Të martuarit mund të përjetojnë edhe një muaj mjalti të ri. Beqarët do të bëjnë çmos gjatë kësaj dite për të joshur sa më shumë persona. Do t'ja dilni mban dhe do të ndesheni me një person të shenjës së dashit ose të luanit. Mungesa e realizmit në planin financiar do të sjellë shumë probleme me buxhetin tuaj. Prandaj, bëni kujdes. Peshqit. Ata që janë në çift do të takohen me lumturim. Do të jetë ditë e favorshme kjo e sotmja edhe për të bërë plane për të ardhmen, apo për të vendosur për ndonjë fejesë së shpejti. Nëse keni kohë që jeni vetëm, nuk do e keni më këtë status. Yjet do t'ju ndihmojnë për takime të reja. Do të shpenzoni pak ufi këtë ditë dhe ky do të jetë shkaku kryesor i rënimit financiar. Merrni masa sepse do të bini në gremin.